Të pjesa e rregullimit të gjumit, sepse besoj që këtu ka me pas shumë interesim, dinamizmi, lodhja, shpesh edhe lodhja tepër e pamundson edhe një gjumë të rahatshëm. Domethënë nuk mjafton shtrati me flajt kur je çaq shumë i lodhur. Relaksimi i muskujve që e jep magnezi or pak para gjumit është goxha efektiv, sidomos ata që e pinë me rregull. Cili është lloji i magnezit që në mënyrë melanat. Po. Është ai që ndikon më shumë. Po, sepse stimulon pak edhe hormonin e melatoninës, për atë arsye dhe thirret ashtu, sepse melatonina, tash po dalim këtë. Melatonina është një hormon që e prodhon trupi jonë, edhe që është hormoni i gjumit. Këtë hormon kryesisht njerëzit e dëmtojnë ose e prishin jetesën që shebojnë. Do me thonë, e shtynë kohën e gjumit sa ma gjatë. Rrinë shumë në telefona, rrinë shumë në televizor edhe normal. Kohën kur ai hormon lirohet, na veç e kena dëmtu dhe nuk e kena shfrytzu. Edhe gjatë përdorimit të shumë pastaj të suplementeve të cilat quhen edhe ato melatonin, ato edhe më tepër e dëmtojnë hormonin natyral që trupi jonë e prodhon, edhe çdo herë do të shkojnë të arrisin dozën e melatoninës për me bo një gjumë të rahatshëm. Mas një kohë shumë të shkurt, edhe ato nuk ndikojnë, edhe pastaj do të me marrë tamam tabletat gjume, që na nuk ja u preferojmë. E mira është me përdor magnezin, me B6, ose eventualisht ndonjëherë edhe B12, që të dyat këto suplemente janë edhe relaksues të nervave, po njëkohësisht e stimulojnë edhe hormonin e melatoninës mu liru në mënyrë natyrale. Disa det kanë me pas problem, mirë po, gradualisht, për një kohë shumë të shkurt, kanë me fillu edhe me pas që efekti vesh ka fillu mu arrit edhe me rregullu hormonin tonë, tamam trupi jonë që e prodhon.